Përshëndetje të dashur bashkëqytetar, jemi këtu me vajzën muzeqare, vajzën punëtore dhe fjalë pak Eriselda Sefën. Faleminderit Eriselda që ju përgjigjës ftesës tonë për të qenë pjesë e këtij podcasti. Juli, shumë faleminderit për ftesën dhe është shumë kënaqësi që të bashkëbisedoj me ty. Gjithashtu. Eriselda vjen nga një përvojë gjatë në administratën publike, pikërisht në Bashkinë Lushnjë dhe kalon në rolin e leadershipit për administrimin e njësisë administrative vendore Bashkia Lushnjë. Çfarë mund na thot Eriselda për këtë eksperiencë? Çfarë avantazhet ka një eksperiencë e tillë, të qenurit pjesë e një administrate e më pas leadership i kësaj administrate dhe çfarë humbi nga Eriselda në të bërit leadershipin? Në fakt rrugtimi im në Bashkinë Lushnjë ka filluar në vitin 2006, kur unë pasi kisha mbaruar universitetin, një vajzë që kisha mbaruar një universitet me rezultate shumë të mira, kisha filluar studimet e thelluara pas universitare dhe rastësisht e gjej veten në administratën publike që ishte Bashkia e Lushnjës, një eksperiencë shumë ndryshe nga ajo që unë kisha studiuar dhe patjetër që aty fillova të hulumtoj shumë gjëra të bukura rreth administratës publike, por ajo që më bëri të lidhe më shumë ishte pikërisht lidhja me njerëzit, sepse të punosh në bashki do të thotë që ti je pranë njerëzve, shpeshherë jeton me shqetësimet e tyre, por patjetër gëzon edhe kur ata i ndihmon dhe ata ndihen të lumtur për atë që ti i ofron atyre. Për shumë vite jam trajnuar për eksperienca të ndryshme, duke kaluar në nivele të ndryshme në administrat, bëri që në 2021 kur më propozojnë që unë të komandohesha në rolin e kryetares së bashkisë, patjetër që ishte një sfidë e vështirë, por patjetër edhe shumë e bukur. Periudha e parë patjetër që kishte ato ngarkesat e veta, sepse të jesh një punojës administrate dhe më pas të jesh leadershipi ka një ndryshim shumë të madh. Pasi ti je ai person që do të vendosësh për çdo vendimarrje që do t'i shërbejë gjithë atij komunitetit të madh që përfaqëson Bashkia e Lushnjës. Por kuptoja që në përditshmërinë me punën time, me shërbimet që i ofroja njerëzve, me komunikimet, kur merja shpeshherë vlerësime dhe falënderime nga ata, më motivonte akoma dhe më shumë që unë të punoja më shumë, të punoja me më shumë dashuri, me më shumë zemër, por patjetër që t'i shërbeja akoma më shumë atyre, sepse një kryetar bashkie atë që ka rolin kryesor është të përpiqet të shërbejë qytetarëve për t'i përmirësuar sado pak cilësinë e jetës së tyre. Por kjo detyrë do të thotë që familjes do t'i mungon shumë. Djali im ishte vetëm 3 vjeç në atë periudhë dhe gjithë... Je pak mbrapa me planin. Së mendosh për të bërë gocën e prap gocën. Në fakt dhe një nga pengjet që ke kur merr një detyrë të tillë, në fakt je një model ndryshe. Është që mos i dhënë mundësi Arlindit, djalit tim, që të kishte një motër apo një vëlla. Dhe sepse duke munguar shumë tek ai, nuk doja që një fëmijë tjetër ta bënte që mungesa ime ndaj tij të ishte akoma më e madhe, por patjetër edhe ndaj fëmijës tjetër që do të vinte. Por për fat të mirë ai ka babain që qëndron çdo ditë me të dhe që është bërë një shok i mirë, por ndihmesa edhe më e madhe që është nëna ime që është aty për të qenë pranë tij dhe për të kujdesur dhe për t'i ofruar dashurinë që i mungon në orët përkatëse nga unë. Pra avantazhi kryesor ashtu siç dhe ju e theksuat ishte pjesa që me përvojën që ke akumuluar si pjesë e administratës mund t'i marrësh dhe më shpejt vendimet sepse i njeh problematikat dhe ke qenë në mënyrë të herpaseshme afër njerëzve aty në Lushnjë që për ata e bërë shumë dashamirë se besoj sepse një periudhë gjatë ke qenë gjithmonë me ta dhe do të vijosh besoj të jesh. Bashkia Lushnjë ka një karakter në fakt kryesisht rural, po multipolar, sepse në të janë të ndërtuar si trashëgimia kulturore, si historia, Kongresi Lushnjës 1920, Manastiri Ardenistës si trashëgimi kulturore, 83% gati në fakt zihet nga pjesa bujqësore, por Eriselda ku e gjen më shumë veten në këtë shumë dimension të Bashkisë Lushnjë dhe cilin projekt do të veçonte nga të gjitha fushat e përgjegjësisë që e ka realizuar dhe është e lidhur shumë me atë projekt?
Në fakt, çdo funksion dhe çdo detyrë që ushtroj në bashki, gjithmonë e bëj me shumë pasion dhe me shumë dashuri. Çdo fushë ka të specifikën e vet. Bujqësia është kryesorja dhe ne duhet të jemi pranë fermerëve tanë. Patjetër kemi luajtur një rol shumë të rëndësishëm në histori dhe gjithë lushnjarët ndjen krenar për atë ngjarje, por patjetër që nuk e kanë marrë vëmendjen e duhur, sepse pavarësisht përpjekjeve që kemi bërë, Kongresi i Lushnjës akoma nuk është pallur si fest kombëtare dhe kjo gjë ka bërë që ajo të vazhdojë akoma të jetë një muze lokal, pavarësisht se kohët e fundit me ministrin Gonxhe po bëjmë përpjekje për ta kaluar në një muze kombëtar. Vitin e kaluar kemi bërë shumë projekte të suksesshme me Ministrinë e Kulturës, kemi bërë restaurimin e një pjese të manastirit të Ardenicës, një nga trashëgimit më me vlerë kulturore që ka Bashkia e Lushnjës dhe që ka një frekuentim të jashtëzakonshëm të turistëve, sidomos turistëve të huaj, por patjetër edhe kisha e Bishqethmit dhe kisha e Kadipashaj. Ne vazhdojmë të kemi çdo ditë punë të mira për cilën ndjehemi krenar, çdo ditë ato që bëjmë i bëjmë me shumë krenari, por ajo që mendoj që ka zënë një vend shumë të rëndësishëm te qytetarët e Lushnjës është rikonstruksioni i kinoteatrit Vaçezela, i cili nga emri mban një emër shumë të madh dhe ajo krenaria e Lushnjës, por edhe gjithë Shqipërisë, dhe më në fund pas këtij rikonstruksioni ju dha një dinjitet asaj godine, sepse kishte prej më shumë se 40 vite që nuk ishte vendor, dhe patjetër tani detyra ime dhe stafit tim është që të organizojmë sa më shumë aktivitete kulturore në mënyrë që ajo objekt të gjallarojë akoma më shumë jetën kulturore të qytetarëve tanë. Në fakt, në takimin e fundit që kishim me kryeministrin, ishte një nga objektivat e ditëve në vijim, apo e pjesës së mbetur të mandateve tona, në fakt, për ngritjen e muzeve në çdo qendër bashkie. Siç e theksuat, ju pas keni në plan 2 muze, me sa vura re dhe nga fjala juaj e fundit. Në fakt kemi në plan që hollin e kinoteatrit Vaçezela ne do ta kthejmë në një muze. Disa ditë më parë i propozova ministrit Gonxhej që shtëpinë e Vaçezelës të kemi mundësi ta kthejmë në një muze, sepse besoj që do të jetë shumë interesant për qytetarët, por patjetër dhe për vizitorë të ndryshëm, duke qenë se është dhe pranë qendrës së qytetit. I propozova që në lagjen Savër, ku ka qenë një kamp internimi, ku kanë qëndruar për shumë vite shumë intelektual të mëdhenj shqiptar, kryeministra, deputet, apo intelektual të tjerë, që të kemi mundësi të bëjmë një muze edhe dedikuar, duke qenë se shumë turistë të huaj janë të interesuar për këto ngjarje, dhe ndërkohë nga bashkia jemi duke përgatitur një muze tjetër në një godinë që po i bëjmë rikonstruksion në njësinë administrative Krutje, që do të jetë muzeu i bujqësisë, sepse në Krutje është krijuar kooperativa e parë bujqësore në Shqipëri. Pra zemra e bujqësisë, Myzeqeja, në fakt ti e çove vetë pyetin atë ku desha të ndalesha, duke qenë se vetë Bashkia e Lushnjë në karakterin e saj është gati 83% një bashki rurale, siç janë në fakt shumica e bashkive, se me reformën e 2015-s kanë një karakter të ndërthurur çdo bashki në Shqipëri me karakter urban dhe rural. Desha të bëja një pyetje nëse mundem, në lidhje me faktin që në fakt në ligjin për zhvillimin rural dhe atë të qeverisjes vendore, roli bashkive në fakt konsiston edhe në dhënien e grandeve të fermerëve. A e ka aplikuar Bashkia e Lushnjë këtë pikë të kompetencave të pushtetit vendor, apo nuk ka pasur mjaftueshëm financa për të bërë këtë të mundur implementimin e kësaj dispozite? Në fakt, besoj është e vështirë, sepse edhe vetë si bashki, si përfaqësuese e bashkisë Dimal, ende nuk kemi bërë të mundur që të kemi grande të dedikuara për fermerët. Kanë qenë raste sporadike, më shumë për raste fatkeqësisht natyrore kur ne kemi ndihmuar fermerët, por që të kemi një fond të dedikuar për grande ende nuk është bërë e mundur. Dhe Bashkia e Lushnjës deri tashni nga buxheti i vet nuk ka pasur mundësi që të japi grante të tilla, por unë kam kontaktuar me shumë donator. Ne vitin e kaluar për rreth një vit jemi ndjekur nga UNDP-ja për një projekt ku 12 sipërmarrje të vogla dhe të mesme agropërpunuese u mbështetën si me asistencë teknike, por patjetër edhe me grante të vogla në materiale për secilin biznes.
Me FAO-n bashkëpunuam në disa fshatra ku fermerët të cilët kanë sipërfaqe të mbjella me sera dhe ata u asistuan me profesor të ndryshëm nga Universiteti Bujqësor, por gjithashtu ju dhanë edhe pajisje të nevojshme që duheshin për serat e tyre. Aktualisht jemi duke punuar me rrjetin Boots francez, ku po ngrem klubin e agropërpunuesve, kemi rreth 20 agropërpunues të cilët janë bërë pjesë e këtij klubi. Dhe këto ditë jemi duke finalizuar dhe atë që shpeshherë po na kërkohet këto kohë të fundit. SHBB-ja, ne pas pak ditësh do të firmosim me grupin e fermerëve të cilët janë fermerë si prodhues, por ashtu edhe fabrikat e vajit të Bashkisë Lushnje, ku Bashkia e Lushnjës do të ketë një rol të rëndësishëm në të gjithë këtë proces, ku do të jetë këshilluese, do të jetë ajo që do të ndihmojë me dokumentacionet përkatëse, por gjithashtu dhe me hartimet e projekteve, që ata të fitojnë fondet e IPARD-it apo fonde të ndryshme, ku një nga kriteret kryesore dhe kërkesat kryesore është krijimi ose ngritja e një pike grumbullimi për vaj në Ullirit dhe një laborator, dhe ajo që është më e rëndësishme është që ne do t'i japim dhe asistencën e nevojshme si për certifikimin e këtyre fabrikave të vajit, por patjetër dhe certifikimin e vajit në mënyrë që ky vaj që prodhohet shumë në Lushnje deri në dhjetor të vitit 2025 ka pas rreth 1.500.000 rënj ulli, që do të thotë që fermerët po i kushtojnë një rëndësi shumë të madhe, dhe patjetër që ne si institucion do të bëjmë përpjekjet tona që prodhimet e tyre të gjejnë tregun evropian dhe të mos mbetet pashitur. Edhe në ligj roli i bashkive nuk është shumë i qartë në pjesën e ligjit për zhvillimin rural, dhe mendoj që ka nevojë për disa ndryshime që të ketë një rol më aktiv. Ka incentiva të ndryshme në fakt në ligje edhe për krijimin e shoqatave dhe nxitjen e fermerëve për krijimin e këtyre shoqatave, ku duhet të ketë një rol nxitës bashkia në këtë pjesë, por edhe në grupet vendore të veprimit. Padyshim që bashkitë që kanë karakter rural kanë bërë këto incentiva përkatëse, edhe Berati si qarke ka këtë pjesën e grumbullimit vajit të Ullirit dhe krijimin e brandit përkatës, dhe besoj që disi e kanë marrë rrugën, por ajo që të ndihmonte shumë do të ishte fakti i ndryshimit të ligjit për zhvillimin rural, mendoj, dhe ta bënte më aktive bashkinë në këtë rol. Besoj që me çuarjen e këtyre projekt propozimeve si shoqat bashkisht do të bënin të mundur edhe ndryshimin e ligjit. Ky dimension me karakter kryesisht rural i ndërthur shumë edhe me artin, po dhe me historinë, cili ka qenë, duke qenë po ndalem pak te historia për vetë faktin se ju jeni një doktorante shkencash në fushën e historisë. Cili ka qenë ai pasion që ju ka shtyr drejt historisë? Kur isha duke vazhduar gjimnazin, patjetër që ashtu si të gjithë prindrit shqiptar, sidomos në periudhën para 15 apo 20 viteve kur kemi studiuar shumica jon, ishin që fëmijët e tyre dëshironin të bëheshin mjek, dhe patjetër që një nga dëshirat përpiqesha dhe unë në fakt të mendoja për të ardhmen time. Isha një vajzë e lindur dhe e rritur në fshat, isha një vajzë që vija në një zonë që mentaliteti për të shkuar një vajzë në universitet ishte pak e vështirë, dhe që duhet të thyrnim një tabu sepse mendoj që duhet të shkonin vetëm djemt, sepse vajzat duhet mendonin që të krijonin familje. Unë për fatin e mirë kisha një shok shumë të fortë që ishte babai im, i cili në fakt vetë në profesion ishte oficer, por që e kishte pas pasion dhe ëndër historinë, dhe u përpoq ta brymosit e unë vitin e 4 të gjimnazit që vajza e tij do të ishte shumë mirë të studionte për mësuesi, të studionte për degën e historisë, me pretendimin që sepse kjo është gjë e mirë që ti je edhe familjare duke punuar pak orë si mësuese dhe më pas mund të merresh me familjen si një si një person që të shërbej dhe familjes, por patjetër që të kishte edhe një profesion dhe patjetër që të ishte e pavarur, dhe duke qenë se ai ishte idhulli im, patjetër që unë nuk mund t'ja prishja këtë gjë. Duke qenë se mbarova universitetin me rezultate shumë të mira, u bëra pjesë e studimeve të thelluara pas universitare, dhe në këtë periudhë fillova të jepja mësim dhe në universitet. Isha lektore jashtme sepse njëkohësisht punoja edhe në bashki si lektore në fushën e historisë së shekullit 20 dhe historisë së Shqipërisë, dhe më pas vazhdova doktoraturën me idenë që do të fokusohesha në nivelin akademik, por
duke filluar duke dashur shumë punën e administratës publike, më vonë zgjodha që të merresha akoma më shumë me politikën dhe të fokusohesha në administratë, kështu që më desh të hiqja dorë nga mësimdhënia në universitet dhe të fokusohem 100% në administratën publike. Edhe babai në fakt u surprizua shumë që një grua zonjë në familje u bë dhe grua zonjë në krye të bashkisë. Në fakt ishte ëndra e tij që unë të merresha me politikë, sepse kur fillova nivelin akademik mendoja që politika mbase nuk ishte shumë për mua, duke qenë se jam një natyrë që nuk më pëlqen të jem në qendër të vëmendjes, përpiqem të kem atë natyrën e heshtur, por ai çdo ditë më thoshte që e ndjente që unë do të ecja në karrierën time politike dhe do të bëhesha një ditë atje ku ai ndërronte, por për fatin e keq në momentin që unë arrita atje ku ai ndërronte, ai nuk jetonte më. Edhe ke përkujtime shumë të bukura ashtu siç i solle vet, dhe ti bashk ai është gjallë tek Eriselda. Patjetër edhe të ta afërmit e tij. Patjetër, dhe e di që është gjithmonë pranë meje që të më mbështesë dhe të më ndihmojë përballë çdo sfide që ne kemi në përditshmërinë tonë. Si udhëfyes edhe në përditshmërinë tënde. Kjo pjesa, domethënë, me historinë ta bën më të lehtë atë profilin e Bashkisë Lushnjë në pjesën e trashëgimisë kulturore. Së fundmi në fakt në media ka dalë që në Kodrën e Pusit, në mos gabohem, është gjetur një qytetërim i vjetër, i cilës periudhë dhe ç'mund mund të na thojë Eriselda për këtë qytetërim? Për fat të mirë, pjesë të stafit tim, kam një djalë që sot mban detyrën e drejtorit të muzeut, i cili ka mbaruar për arkeologji, një djalë apasionant në profesionin e tij, i cili çdo ditë është në terren për të gjetur gjurmë të ndryshme për ta bërë sa më mirë të promovueshme Bashkinë e Lushnjës, dhe mbasi dyshonte që në Kodrën e Pusit kishte gjurmë të hershme, bërëm një kontakt me Institutin e Arkeologjisë, të cilët kanë filluar të bëjnë ngërmimet përkatëse pranë kësaj zone. Në fakt nuk kanë dalë në një përfundim se çfarë objekti dhe çfarë periudhe i përket, por kanë filluar të dalin gjurmët e para të objektit, ata vazhdojnë çdo ditë të jenë atje duke gërmuar, dhe patjetër që ne shpresojmë shumë që ato gërmimet të bëjnë të mundur që ne të na shtohet në listën tonë të pasurive kulturore, po që të kemi mundësi që të bëjmë edhe gërmimet arkeologjike ose pjesët e fushës arkeologjisë edhe Lushnjës. Edhe i Bashkisë Lushnjë. Patjetër, bashkia ka marrë përsipër që duke qenë se është një objekt i cili do të promovojë Lushnjën, do të zhvillojë turizmin në Lushnjë, patjetër që bashkia është ajo që ka marrë angazhimin kryesor në të gjithë këto gërmimet, dhe shpresojmë që shumë shpejt të kemi një objekt qartësisht të dallueshëm dhe të përcaktuar se çfarë periudhe i daton, dhe shpresojmë shumë që pastaj të bëhet pjesë e guidave turistike. Përveç përditshmërisë që të angazhon në këtë punë në krye të Bashkisë Lushnjë, cili është pasioni i fshehtë i Eriseldës dhe ku e gjen ajo prejen përveç familjes që padyshim është gjëja më e çmuar për secilin prej nesh? Pasioni më të madh është të lexuarit, sa shpeshherë bashkëshorët im bën humor me mua, sidomos kur shkojmë në një ditë vere në plazh apo kur kemi ndonjë moment relaksi dhe mua më shikon me libër dhe thotë që të gjithë njerëzit kur duan të pushojnë, zakonisht pushojnë dhe merren me diçka tjetër dhe ti vazhdon të lexosh, sikur shkresat në përditshmëri kanë mbaruar se lexuari, por në fakt unë dua shumë librin, ndjem shumë mirë kur futem në atë botën e mrekullueshme të librit, i cili më shlodh, por patjetër mendoj që më jep dhe një informacion shumë të mirë për të menduar se ku dëshiroj që të shkoj unë me punën time, por patjetër edhe me angazhimin që kam me qytetarët e Lushnjës. Patjetër është një stresh lodh se libri, po kë libër do të veçoje në fakt nga gjithë librat që Eriselda lexon kur të riqet dhe shlodhet? Unë lexoj në fusha të ndryshme, kam lexuar librat e fushës filozofisë, të historisë, patjetër ndonjëherë dhe romane, por së fundmi jam duke lexuar librat e Hillary Clinton dhe patjetër që atje shpeshherë me disa shprehje të saj gjej veten edhe në përditshmërinë e punës së përditshme që ndeshemi ne si me angazhimin ton ndaj qytetarëve, por patjetër edhe me angazhimin ton politik.
Më thënë Eriselda e sheh veten të palodhur në këtë fushë. Unë do t'i sugjeroja që dhe familjen mos ta lindte pas dore, por të shtoheshe me një vajzë, ta kishe në planet e tua të afërta, sepse besoj që do të jetë një stimul shumë i mirë edhe për ta bërë shumë mirë edhe punën e kryetares, nuk do të pengonte në këtë fushë. Së fundmi në fakt është artikuluar shpesh në media edhe pjesa e reformës territoriale. Mendon që është e nevojshme rishikimi apo ridimensionimi i artës territoriale në Shqipëri, edhe se është folur që pjesa e Divjakës do t'i bashkangjitet Lushnjës, pra një dimension i ri dhe ai i bregdetar do t'i shtohesh një bashkie të re. Si e mendon Eriselda, apo ka një këndvështrim tjetër? Mendoj që reforma do t'i jepte një potencial më të madh ekonomik, por patjetër edhe nga ana e zhvillimit social, turistik të çdo bashkie në Shqipëri, sepse normalisht sa më i madh je territori, patjetër më i konsoliduar është institucioni që e menaxhon. Dhe në fakt filozofia që ka bujqësi Lushnja, bujqësi Divjaka, mendoj që bashkimi nuk është se do të bënte një diferencë shumë të madhe të qytetarëve, sepse nëse do t'i pyesnim qytetarët, pra shpeshherë qytetarët e Divjakës kur prezantohen thonë që jemi nga Divjaka e Lushnjës, sepse vazhdon të jetë ka qenë rrethi, sepse Divjaka bashkë me Lushnjën kanë qenë pjesë e rrethit të Lushnjës, dhe patjetër që nuk është se të bën tek mentaliteti i qytetarëve, besoj që do të jetë më lehtë i pranueshëm nëse do të bëhet ky bashkim ndryshe nga ç'mund të ndodhi në shumë bashki të tjera. Patjetër që kjo gjë do të jepte edhe potencial shumë të rëndësishëm në bujqësi akoma më shumë Lushnjës, por edhe një potencial tjetër që është ai i Bregdetit, sepse sot Lushnja nuk ka një dalje në det, dhe do të forconte akoma më shumë rolin turistik të saj, duke i dhënë jo vetëm rolin e rëndësishëm në bujqësi, por patjetër një rol të rëndësishëm edhe në zhvillimin e turizmit, jo se sot nuk e kemi, sot në Lushnjë turizmin e kemi gjithvjetor, vetëm duke vizituar shtëpinë kongresi apo monumentet e ndryshme të trashëgimisë kulturore, por kjo gjë do të jepte një vëmendje akoma më shumë edhe gjatë stinës së verës, duke zhvilluar edhe turizmin dërtar. Turizmin e punës nuk të ndryshon të asgjë, sepse në fakt parimet e menaxhimit janë të njëjta, për një leadership nuk ndryshon asgjë. Ju faleminderit Eriselda që ishit me ne. Ishte shumë kënaqësi dhe me mua, dhe patjetër që e shijova shumë këtë bisedë. Gjithashtu.